241 banorë të Krushës u masakruan nga forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë. Në mesin e tyre edhe 7 fëmijë e 5 gra, përfshirë një grua 7 zën. Ata nuk u vranë në betejë, por u vranë në fshatin e tyre, në shtëpitë e tyre, në përqafimin e familjeve të tyre. Ky ishte një krim me paramendim. Kjo ishte një masakër e planifikuar. Ishte një akt i qëllimshëm për të shuar jetë, për të shuar kujtesë, për të shuar vetë ekzistencën e banorëve të këtij fshati. Ishte një përpjekje për të shparosur shqiptarët nga tokat e tyre. Por tragjedia nuk përfundon këtu. Edhe sot 64 banorë të Krushës së Madhe figurojnë ende në listat e zhdukurve me dhunë. Janë plagë të hapura, janë mungesa të papërshkrueshme, që rëndojnë çdo ditë mbi familjet e tyre në radhë të parë, por edhe mbi ndërgjegjen tonë si kombë e si shtet, dhe histori të ndërprera që presin akoma drejtësi. Në mesin e këtyre plagëve të hapura qëndron edhe fati ende i pasbardhur i Ukshin Hotit, intelektualit të papërsëritshëm, mendimtarit të guximshëm dhe zërit që asnjëherë nuk pranoi të nënshtrohej. Ai ishte një figurë politike dhe akademike që artikuloi lirinë si të drejtë dhe si domosdoshmëri. Zhdukja e tij me dhunë mbetet një nga plagët më të rënda të kësaj historie, një padrejtësi që nuk është shuar me kalimin e kohës. Por njëkohësisht fati i Ukshin Hotit është edhe provë e vendosmërisë sonë si shtet. Nga se sa herë që përmendet emri i tij dhe i gjithë atyre që akoma janë të zhdukur me dhunë nga regjimi gjenocidal i Serbisë, i rikthehet shtetit tonë e familjeve, jo vetëm dhimbja, por mbi të gjitha kërkesa për drejtësi. Në fundmarrësin e vitit 1999, forcat e armatosura serbe, në formacionet të rregullta dhe të kombinuara, mësyn këtë fshat liridashës me të gjitha mjetet luftarake në dispozicion me synim vrasjen e djemve e të burrave, të grave e të fëmijëve. Gjaku rodhi rëke, ndërsa fshati u zbraz nga banorët dhe shtëpitë u plaçkitën me pas edhe u dëgjë. Të respektuar familjarë të dëshmorëve të martyrëve të shumt të fshatit historik Krushë e Madhe. Struktura pushtetit lokale qendror, pra shoqëri civile, aktivistë ndryshëm, kur jemi në mesin tuaj e kemi të vështirë të përmbahemi dhe të mos vihemi në peshën e rëndë të mallit e të vuajtjeve tuaja. Këtu merr kuptim edhe pesha pra e lirisë sonë. E përmenda që në fillim një thënie lapidare të birit tuaj, e birit kombit Ukshin Hotit, i cili ishte i vetëdijshëm se për ta fituar lirinë duheshin bërë sakrifica privime të dhimbshme. Ai dha shembullin personal dhe vetë u bë jehone thirrjes për liri e dinitet njerëzore kombëtar. Në këtë rrugtim, krushanët nuk e lanë vetëm këtë vigant të çështjes shqiptare. Duke qenë të bindur se rrugë tjetër ka liria nuk kishte, e krushanët u vunë në mbështetje të luftës shqiptare me të gjitha energjitë që kishin. Rënjet e lirisë rritën e forcohen nga gjaku i derdhur. Prandaj ishte sakrifica që duhej bërë, në të kundërtën do të lëngonim edhe për shumë vite në robëri. U vranë gra e fëmijë, pleqe të rinj, të pafajshëm dhe krejt pambrojtur e të paarmatosur. Ata vetëm një faj kishin shqiptar. Krusha e Madhe është një nga plagët më të mëdha të historisë sonë. 241 të vrarë e 64 të zhdukur, përfshirë edhe babin tim. Dënimet që sot janë dhënë janë një pikë e vogël në oqean nëse e krahasoj me krimet që Serbia e ka bërë ndaj Kosovës. Nuk mjafton se edhe 1570 persona që nuk janë numra, apo janë njerëz, janë familjarë tonë, vazhdojnë të na mungojnë çdo ditë tash 27 vite. Prandaj ne i bëjmë thirrje edhe nga Krusha, edhe nga Celina, edhe nga Bellacerka, edhe nga Krusha e vogël, ma vonë, ku do të qoftë në Kosovë, faktorit ndërkombëtar që të luajë rolin e saj aktiv dhe mos të mbajë atë që ajo e quan neutralitet, për shkak se neutralitet nuk mund të ketë mes viktimës dhe agresorit. Veç neutralitet nuk ka aty. Dhe të ushtroj një presion mbi Serbinë të hapën arkivat e saj klasifikuara, të dorëzohen kriminalet dhe të zbardhet fati i më të dashurve tonë. Nikosisht është e drejtë, pra, me shprehje si ka mundësi
që ende mu gjykue UÇK-ja. S'ka lidhje cili është. A e ka Emin Ramush, a Fatmir, a dikush tjetër, a e ka Hashim, a Kadria, Jakupa, Rexhepa, po UÇK-ja, njerëz që kanë luftuar me mbrojt veten. Po shumë e pa shpjegueshme gjithë kjo. Këto po na ndodhen vërtet, po unë me leje në nderim të rënëve sot, jo vetëm sot, të ditë, se kanë fillu ma herët, 24, 25, 26, vazhdon besa, edhe me eja e tjera, edhe janë në gjithë venin, në gjithë Kosovën, pra, shumë, qindra masakra, si të veprojmë atute, si të nderojmë ta. A ka diçka që muj me bo ma me sinceritet, ma me nderë, si popull po flasë, si Kosovë. Disa popull i thojnë se hakmarja ma e mirë është suksesi. Ne do të me punu shumë që kur mo mos me qenë pambrojtën. Kur mo mos me qenë Kosova e pambrojtën. Pa ne dohet, si thot populli, me i ra gurit e drunit, e kur kjo tokë mos me qenë e pambrojtën. Pa nëse nuk jemi të mbrojtën, po, na përsëritet historia prap, se na tregojnë gjyshe katra gjysh, që na ka ndodhur. Ushtrinë tonë, institucionet e sigurisë tona duhet të i forcojnë. Po ashtu. Ne nuk bën kur me bua hajgare me sigurinë. Është shumë e paspjegueshme, mos me kuptu çka do me thonë siguria. E me besue që në siguri mundesh me marë. Nuk mundesh me marë në siguri. Për kur gjo. Nuk po hima në detaje, po për kur gjo s'mundesh me marë në siguri. Kush merë prej sigurisë, për çka do qoftë tjetër, ka mu gjyku keq. Na nuk mujmë me u përballë të vetëm, me një armik që është jo veç sa na, nuk po hëm sa ma i ma se na, po që ka edhe miq. Na për siguri, mos me na përsërit krushja, e krushe tjera, duhet me majtë fort me Amerikën. Ata në fillim, unë miku, e dikur edhe Oleksi, përfshirë dhe strukturat hetuese të tribunalit të Hagës, na rrejtën, na gënyen pra, na mashtruan e manipuluan. Vinin e krushe kinë se me mbledh dëshmi për krimit sërbe, na morën dëshmit që kishën dhe i zhdukën ato në interes të shtetit sërb. Është vrasje dy fisht për ne krishtianët, kur institucionet drejtëkombëtare të drejtësisë në vend se të merren me krimet e gjenocidin krushe e fshatërt për rreth, ata fondet ndërkombëtare investuan në fabrikim të dëshmive për krerjet të ushtrisë ligjëtare të Kosovës dhe luftëtarët e ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Ju konfirmoj në emër të banorëve të Krushës së Madhe se të paktën janë qindra krishtiane e krishtian që kanë vdekur si pasojë e gjendjes së rënduar shpirtërore pas masakrës që Serbia bëri në Krushë të Madhe, përfshirë këtu edhe disa dëshmitar kyç. Andaj, nuk e kam ndërmend me kukat as me lujt viktimin para jush, e më përgjëruar, por me kërkes për me bë presion në bashkinë ndërkombëtare, sepse e kemi humbur besimin në bashkinë ndërkombëtare për zbardhjen e fatit të pagjetëve, por kërkojmë nga ju që në asnjë marrëveshje të mos arrihet me Serbinë pa krijuar një tribunal për masakrën e gjenocidit në Krushe dhe pa u dënuar përgjegjësit. Ne e dim se keni presion, e ndoshta do keni edhe më shumë presion, por ma bërllog nuk bëhet.